Banorët e zonës së Ishkënetës në Durrës, duket se janë lodhur me premtimet për të kthyer në zona urbane lagjet në të cilat jetojnë. Janë pikërisht lagjet me numër 14, 15 dhe 17 të njësisë administrative me numër 6 të Durrësit, e njohur si Ishkëneta, ku jetojnë afro 40.000 banor, pjesa më e madhe të cilëve janë vendosur këtu dekada më parë nga veriu i vendit. Në këtë zonë problematika kryesore që lidhet me përmbytjet është kthyer në përditshmëri. Banorët ankohen se pas shtoreshje intensive, rrugët, banesat, oboret mbushen me ujë. Pusetet e kanalet e hapura qëndrojnë mbi nivelin e banesave, duke e bërë të pashmangësh dëmin. Përmbytja e fundit e 30 janarit preku qindra banesa, por banorët thonë se ende nuk kanë marrë asnjë dëm shpërblim. Jo, nuk kemi marrë. Si kemi marrë? S'na i kanë dhënë fare. Sa më kishte dhënë? Unë kisha të gjitha mobilet e shtëpisë, komplet, çka ka shtëpia majna. Çdo gjë dhe s'kemi marrë. Kështu që është gjë e kotë. Jo, nuk kemi vajtë sa e dim që nuk na përcjellin hik se nuk ka gjë. Për zgjedhjet, premtimi i madh. Kurse për damet e njerëzve, çfarë bëhet na për njerëz, nuk bëhet asgjë. Edhe damin e parë nuk e kemi marrë, as damin e dytë. Thonë që do t'i ndajmë, qohe do t'i ndajmë, edhe asgjë fare. Problemi është i gjithë se kolektori i madh, kolektori kryesor që kalon aty dhe ai krijon përmbytje për shtetin, nëse ka mundësi në mes institucioneve të tjera, nëse nuk ka. Erdhën e vlerësuan, bëm dokumentat, i kemi ti dokumentat. Prit në apin gjë, asin gjë fare. Ne jetojmë dy pleqë, jemi të nda në Kalaman. Burri im merr një ilaç 229.000 lekë, pensionist. Ta të goj ilaçin, ta shikoj. Fare re, qa morë 5 pako makarone, 5 pako makarone me pension të vete i marrë dhe i meun. Asin gjë. Edhe në lavdësuan, prit bënë dokumentat, i bëm, i qomë ati, prit ne. Ose ne 200.000 lekë në këshën dhënë, si me pensionista. Jo, fare. Kështu erdhen ata, erdhen kur pusha vishiu. Kur e hoqim neve këtë kështu, edhe erdhen. Të lodhur nga premtimet, banorët e kësaj zone nuk mund ta fshehin shkënjimin. Sipas tyre, ndër vite ata kanë investuar për rrugët mes lagjeve, por problem mallor për ta vazhdon të mbetet ndotja mjedisore dhe përmbytjet.